Kam filluar zyrtarisht punimet për ndërtimin e rrugës së re që do të lidh drejt për drejt fshatrat Çajl dhe Forin me qytetin e Gostivarit. Bëhet fjalë për një projekt strategjik të komunës së Gostivarit dhe Ministrisë së Transportit me gjatësi mbi 2 kilometra dhe gjerësi prej 7 metrash. Kryetari i komunës Valbon Limani, i cili ndoqi nga afër fillimin e punimeve së bashku me banorët e fshatrave në fjalë, theksoi rëndësinë e këtij investimi për përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit për banorët e zonës. Ai shtoi se në fazën e dytë parashihet zgjerimi i rrugës në 12 metra, përfshirë ndërtimin e korsive për biçikleta në përputhje me standardet moderne të infrastrukturës rrugore. Sot filluan punimet për hapjen e rrugës së re, e cila normal vite me radh është planifikuar, por ja sot erdhi rasti që të fillojnë punimet në këtë rrugë, rruga e cila e lidh këtë vend, diku ndërmjet Çajlës dhe Forinës, direkt me Gostivarin, rrugë e cila ka gjatësi prej 2.2 km dhe gjerësi prej 7 metre. Kjo do ndodh në fazën e parë, ndërsa në fazën e dytë kemi biseduar që e njëjta të ketë gjerësi totale prej 12 metre, ku do të parashihen pastaj edhe shtigje për biçikleta edhe shtek për këmbësor trotuare. Besojmë që kjo rrugë dukshëm do ta lehtësoj lëvizjen e qytetarëve edhe të Çegranit, edhe të Forinës, po edhe të Çajlës, e posaçërisht në vitet e verës kur vrin edhe vëllezërit tanë mërgjimtarët. Është një projekt strategjik i mirë pritur nga të tre fshatrat dhe uroj që ta gëzojnë dhe ta përdorin me të mirë. Investimi për ndërtimin e kësaj rruge ka vlerën prej 36 milion denarësh, ndërsa punimet pritet përfundojnë deri në fund të vitit në varësi të kushteve atmosferike. Kostoja është diku 36 milion denar në total, edhe besoj në qoftë se kushtet atmosferike lejojnë, besoj që diku për një muaj e gjysmë deri 2 duhet përfundohen, në qoftë se kushtet atmosferike nuk lejojnë, atëherë besoj që në pranverë e njëjta do të përfundohet. Rruga e re kalon përmes fshatrave që ndajnë fshatrat Çajl dhe Forin dhe del direkt në hyrje të qytetit të Gostivarit pranë kompanisë Ako Gradba.